Përshëndetje të gjithëve. Është privilegj që ne të jemi qyteti apo kryeqyteti pritës i Kongresit Botëror të Ligjit. Dhe më vjen shumë mirë që një vit përpara atij kongresi ne të jemi së bashku nesër në një sesion të posaçëm që është prelud i kongresit sipas traditës së kësaj platforme globale që mbledh njerëz të spikatur të botës së ligjit nga të gjitha kontinentet. Por sot këtu u thira për të parendur me fjalën time titullin doktor honoris causa për profesor Ricardo Hausmann. Dhe u thira me kërkesën që ai ju kishte bërë organizatorëve. Çka duhet më besoni është një barë jo e lehtë, por duke qenë se në raste të veçanta e kam të pamundur t'ja besoj fjalët e mia përkthysit, do ta kthej fjalën në anglisht. Sepse për mua është një provim përpara një profesori. Ladies and gentlemen, Zonja dhe zotërinj, there are many economists ka who explain the world ekonomist after it changes. që bëjnë shpjegime And then there are a very small number of ndryshon dhe pastaj economists ka who shumë help countries pak change before the world shumë pak notices. ekonomist të cilët e ndryshojnë Professor përpara se Ricardo bota Hausmann t'i vëre. belongs Profesori unmistakably Ricardo Hausmann to the second category. i takon kategorisë së dytë. Tonight we are not simply honoring Sonte ne a celebrated academic, nuk po a globally festojmë respected intellectual për or një intelektual të the legendary respektuar, director drejtorin of the legjendar Center for të qendrës International Development për and Further Growth zhvillim Lab at Harvard dhe University. Growth Lab We are honoring në the mind Universitetin e Harvardit. that has Sot spent a po lifetime nderojmë një teaching personalitet nations how to që discover u ka possibilities mësuar hidden inside themselves. kombeve që të And I must zbuloj confess something shumë. from the beginning. Dhe duhet të them diçka që në My fillim. relationship with Ricardo Marrëdhënia started ime me as a Ricardon total failure. ka filluar si një dështim I total. chased him unsuccessfully. E kërkova when I was pa still in sukses opposition. kur isha ende në I opozit, wrote to him. i shkrova atij I searched for ways to reach him. dhe I u përpoqja që të gjeja mënyra to që tell him ta gjeja dhe that t'i Albania thosha was se Shqipëria worth ja vlente And in kohën e exchange tij. I got silence. Dhe në këmbëjmë të kësaj unë mora Absolutely heshtje. no Asgjë. sign Absolutisht asnjë lloj that this shenje. famous Harvard professor had even noticed the existence Pra, of a loud Albanian Ky- painter trying to become prime minister. ky nuk ishte dëgjuar, And pra what që made një the piktor silence even more donte të mysterious bëhej kryeministri i was that Shqipërisë. Ricardo himself Ricardo was in vet opposition too ishte në opozit gjithashtu with the Venezuelan leadership. me lidershipin e Venezuelës. So I kept wondering why a Kështu që man unë zoja të pyesja veten, intellectually pse një person self-condemned to dislike governments would refuse to talk Përse to do someone të desperately trying to refuzonte bring one down. që të But in fliste the end I understood me dikë, something very important. por në fund e kuptova diçka To shumë të get Ricardo rëndësishme. Hausmann attention, Për të marrë vëmendjen e Ricardo he first Hausmannit, has në have to fillim win the election.
duhet të fitosh zgjedhjet. which in retrospect Që në retrospektiv, që në may retrospektiv be the most sophisticated vetting process mund të jetë ever designed by an procesi economist. më i sofistikuar i So once vettingut, I won, kështu që sa po fitova, Ricardo came. Ricardo erdhi. And he did not come as Dhe one nuk more erdhi prestigious expert si një ekspert flying business class into a plus developing country që vjen në një vend në zhvillim, with a PowerPoint presentation me një full of prezantim në imported wisdom PowerPoint me and mençuri the të return huazuar ticket already booked in his pocket, dhe me but with biletën e no kthimit të particular rezervuar, intention of por- leaving a trace behind. por në të njëjtën He kohë came pas as një lloj what synimi për të in lënë gjurmë military pas. language Ai makes all erdhi, the difference, with boots on the ground. me çizme And në that teren. matters because Dhe countries kjo ka like rëndësi ours sepse vendet si have yni seen many experts. kanë parë shumë ekspert. Experts who arrive already knowing everything. Ekspert që vinë dhe din çdo Experts gjë, who explain your country ekspert to you që after ta spending 6 shpjegojnë hours. vendin pasi inside kalojnë a hotel. 6 orë në hotel. Experts who produce Ekspert reports që so thick that përgatisin nobody raporte reads them, aq të trasha sa asnjë nuk i and lexon recommendations so dhe more of the same that nobody believes in them. rekomandime pak a shumë të njëjta tek të And cilat even worse, askush nuk ka më besim. Experts Dhe who never fail akoma always dhe ka blame dhe you ekspert që for their failures. të fajsojnë gjithmonë ty për dështimet e tyre. He's a Ricardo totally different type. është krejt ndryshe. He listened, he questioned, Ai he dëgjoi, observed. bëri pyetje, Our vuri first re. real conversation happened Biseda on a jone e rooftop parë in u Tirana. bën në një rooftop në Tiranë And he spoke to me right away dhe about ai the need më to foli understand me where një herë Albania's new sources of për growth nevojën për të would come parë dhe kuptuar se cilat do të ishin after the financial burimet crisis, nga at të the time cilat when ai do të were declining and do the të construction inkurajonte më booms tepër, do të thoshte seemed diçka për exhausted. zhvillimin e Shqipërisë. It is for another day how he came to the conclusion Ai about the new sources of erdhi growth. në konkluzionet e veta But the striking për burimet, por Thing in his list në listën e tij was that e rëndësishme ishte që without knowing, pa ditur, he put in front of me ai më vuri përpara the same list të njëjtën listë that someone else që dikush tjetër some decades ago, disa dekada During- më parë communist Albania, gjatë Shqipërisë komuniste, named Franz Josef Strauss, i quajtur on the Franz table Josef Strauss, vuri në tavolinë the then communist regime. në regjimin komunist të atëhershëm. But what struck me even more, Por ajo që më Was not bëri the list përshtypje nuk ishte vetë lista. it was the way he looked at the country. Ishte mënyra se si e shikonte ai Ricardo vendin. looked at Albania Ricardo not as a e case study, not shikonte as a problem to Shqipërinë solve, jo si një problem për të not zgjidhur, as, jo si një rast studimor, another country somewhere at the edge of jo Europe. si një vend tjetër He looked at diku Albania në një as a cep të country with Evropës. Ai e Untapped shikonte complexity, Shqipërinë hidden energy, si një energji të unfinished fshehur potential. dhe And for potencial people pambarim. beginning to govern a country Dhe për long accustomed to njerëzit hearing haunting voices që from within us, janë mësuar të Why dëgjojnë could not zëra nga succeed? brenda vetes përse and nuk endless mund t'ja lectures dalin from dhe leksione outside pa about fund how nga jashtë it should succeed, për mënyrën se si this sounded like mund të kesh sukses, entirely new e gjithë music. kjo duke si një Because muzikë Ricardo does krejt not e re. approach nations Sepse like a mechanic Ricardo approaches broken nuk machinery. i qaset vendeve He approaches ashtu them si almost kurse like a mekaniku cartographer of i human qaset possibility. një makine të He prishur, searches por for si capabilities kartograf, ai kërkon invisible even to kapacitete, the countries themselves. madje dhe ato që duken të padukshme dhe janë të not only padukshme what the për country vetë is, vendasin. But what it could become. Ai nuk pyet se çfarë And that is është ky vend, por çfarë profoundly mund të bëhet. rare Dhe kjo është thellësisht diçka e Especially rrallë in our në age mënyrë of të veçantë intellectual në cynicism, epokën where it's tonë always easier to kur predict është collapse gjithmonë më than to lehtë imagine të transformation. parashikosh kolapsin sesa And të over the years, përfytyrosh Ricardo taught me progresin. many things. Dhe gjatë viteve Ricardo më ka inspiring, thënë
shumë gjëra. Disa jo aq të mira, disa frymëzuese, disa tepër të shtrenjta për t'i mësuar siç duhet. Për shembull, ai më tha se të luash me makroekonominë është si të luash me ujkun që fshihet në pyll. Në fillim, ti mendon se pylli është i qetë dhe thjesht mund të luash aty. Dhe papritur shfaqet ujku dhe të kujton se mund të kafshoj dhe të kafshoj fort. Kur je në politik, nuk është gjithmonë një lajm i mirë, një gjë e tillë. Ekonomistët si Ricardo të shpjegojnë se realiteti është për të dërguar fatura. Dhe së bashku me këtë mësim erdhi dhe një tjetër, ndoshta edhe më i rëndësishëm, ai më tha se çfarë duhet të nëse parandalon diçka, duhet të jesh i kujdesshëm. Asnjë debat televiziv nuk do të lidhet me një fenomen negativ që nuk ka ndodhur asnjëherë. Dhe të parandalosh gjën e gabuar është shpesh një nga kontributet më të mëdha që një lider mund t'i bëjë vendit. Kjo është një filozofi shumë e vështirë për politikën demokratike, por Ricardo më ka thënë se leadershipi serioz është pikërisht arti për të shmangur kolapsin. Dhe sa herë bësh tepër dramatik për problemet, që është Ricardo më vështronte me buzëqeshjen e tij dhe më thoshte, Zoti kryeministër, ju nuk mund ta merrni me mend se sa shumë njerëz në botë do donin të kishin problemet tuaja. Dhe kjo ishte mënyra e tij elegante për të thënë se mos u anko më dhe mos e fajso më veten, vendi juaj është goxha mirë, po ecën mirë. Vendet nuk ndryshojnë nga ato që kanë, por nga ato që dinë. Qasjet revolucionare për vende që kanë kaluar vite të tëra të obseduara pas burimeve, ndërkohë që shmangin ato që është më rëndësishme, njohurit, dijet. Më mësoi gjithashtu, akoma më inkurajuse, për një vend si yni, ku institucionet vetë suksesi është ai që ndërton institucionet. Dhe sistemet nuk ndërtohen nëpërmjet skemave, ligjit dhe diagrameve, por nëpërmjet momentit, besimit, njerëzve, të cilët fillojnë të besojnë se përmirësimi është i mundur dhe ja vlen të marrim asat. Dhe më prezantoi një nga idetë më të mira për t'i mbijetuar burokracisë dhe për të realizuar projekte të mëdha. Ekipet Black Belt me ripin e zi, të cilët janë njerëz mjaft të aftë dhe mund të depërtojnë mes barierave të institucioneve dhe të realizojnë gjërat. Për Shqipërinë duket diçka e mrekullueshme dhe prandaj ishte në shumë aspekte me projektin Transatlantic Pipeline. Përpara se të merrja detyrën, takova një delegacion me aksionarët e TAP. Dhe ata ishin mjaft të merakosur, sepse nuk e dinin se çfarë të prisnin nga Shqipëria. Dhe ndërkohë që
kishin besim tek Turqia, Greqia dhe madje edhe tek Italia, ata dukeshin se ishin të alarmuar për Shqipërinë, se si tubacioni i tyre do të kalonte përmes vendit ton pa u përballur me probleme të tmerrshme. Ne krijuam pikërisht pra këtë ekipin Black Belt në të gjitha agjencitë dhe kur projekti përfundoi, ata erdhën dhe më takuan sërish. Dhe më thanë, na vjen keq, ju detyrohemi këtë ndjes sepse Shqipëria ishte vërtet partneri më i mirë që patëm në këtë projekt. Të gjithë të tjerët kështu. Sigurisht, Ricardo u përpoq për vite të tëra që të më binte për idenë e zhvillimit të korporatave. I rezistova fillimisht, sepse ideja ishte e keqe, sepse nuk ishte e tillë. Dhe unë e mendova mirë në fakt, dhe unë përpiqem gjithmonë që ti përpunoj sa më mirë, dhe për një arsye, kjo ide mu duk e komplikuar. Ndërkohë që në të vërtet ishte një instrument mjaft i mirë për vendin, për publikun. Megjithatë, Ricardo këmbgulte sa herë që takoheshim, unë mbetesha si gjithmonë një shqiptar skeptik dhe më në fund e kuptova se kishte të drejtë, sepse filluam të shikonim të mirat. Një vonesë e tillë u lidh dhe me Bankën Botërore, por për një arsye krejt tjetër. Sa herë që ideja rishfaqej, Ricardo më kujtonte një të vërtet brutale. Një bank zhvillimi mund të jetë një instrument mjaft i mirë në qoftë se menaxhohet në mënyrë të pavarur dhe në mënyrë profesionale, por mund të bëhet një instrument i tmerrshëm në qoftë se drejtohet nga politikanët. Me fjalë të tjera, problemi nuk është asnjëherë vetë instrumenti. Çështja është nëse një vend ka maturitet për të rezistuar, për ta bërë këtë. Kështu që zgjodhëm vetë dijem përpara shpejtësisë dhe tani Banka e Zhvillimit është krijuar dhe përgatitet që të hapë dyert e saj. Aftësia për të kombinuar realizmin me optimizmin është ndoshta është ajo që ka bërë Ricardo kaq të veçantë. Ai asnjëherë nuk ka qenë le të themi romantik, nuk ka zbukuruar vendet. Ai ka menduar mjaft qartë dhe shikon mundësitë akoma më qartë dhe ide, teoritë, strategjitë. Të gjitha këto Ricardo i ka pasur brenda vetes. Ajo që ka mësuar nga teoria e tij për kompleksitetin e ekonomisë nuk lidhet vetëm me ekonomi, por me njerëzit, me teknologjinë, njohuritë, besimin, rrjetin e padukshëm që i lejon shoqëritë të krijojnë jo vetëm individualisht. Kjo ka të bëjë dhe me rrëfimin, sepse vendet bëhen ato që mësojnë të imagjinojnë për veten e tyre. Ashtu sikurse Ricardo e tha bukur një herë, zhvillimi është një proces i akumulimit të njohurive kolektive. Ai na tregoi se prosperiteti nuk është i varosur nën tokë, si nafta. Por prosperiteti është brenda njerëzve, brenda aftësive për të punuar së bashku, zhvilluar së bashku, dhe për vende si Shqipëria, kjo ide është çliruese, sepse ne harxojmë kohë shumë të madhe dhe
shumë prej historisë sonë ka treguar se çfarë na ka munguar dhe një pjesë e madhe e gjërave që na ka thënë gjatë tranzicionit është çfarë duhet të pranojmë dhe çfarë jo. Ricardo ka qenë këmbgulës për të na treguar se çfarë kemi, çfarë posedojmë, çfarë mund të zhvillojmë dhe çfarë mund të bëhemi. Sigurisht. Të gjitha këto nuk do të thonë se ai është bërë shqiptar, por në një farë mënyre diku në mes të rrugës ka ndodhur diçka e bukur. Një marrëdhënie midis një këshilltari dhe kryeministri, por jo vetëm kaq. Një marrëdhënie që tregon respekt, miqësi, kureshtar për vendet, për të ardhmen në vendeve tona, për gjithë botën. Dhe ky është talenti më i madh i Ricardos, ndoshta. Ai nuk i bën vendet të ndihen sikur janë nën ekzaminim, por ai bën ato që të kenë dëshirën për të imagjinuar. Dhe ne ponderojmë sot më shumë se një ekonomist të shquar dhe më shumë se një akademik të shkëlqyer. Ne përnderojmë një mentor të shkëlqyer, një dëgjues të shkëlqyer, një zhvillues i idesh dhe ai bën të gjitha këto përtej klasave, përtej auditoreve. Është një person që na kujton se vendet si yni nuk mbeten të mallkuar, sepse transformimi nuk është magji, por është kurajo, është punë, është vullnet. Dhe çfarë privilegji është që të themi sonte se ky mbi të gjitha është një mik besnik i Shqipërisë. Është miku ynë. Professor Hausmann, dear Ricardo. Professor Hausmann, i dashur Ricardo, e di që u zgjata ca. Po ju ishit arsyeja pse e zgjata. Jam përherë mirënjohës, jo vetëm për këshillat tuaja të çmuara, po për besimin tuaj tek Shqipëria. Besim që ky vend mund të aspirojë për më shumë, se ne mund të mendojmë më shumë për të ardhmen, se e ardhmja nuk është e trashëguar, por ndërtohet ditë pas dite. Ju falenderoj thellësisht, ju falenderojmë të gjithë.